Më shumë se një vit nga regjistrimi i procedimit penal, SPAK ka thelluar dhe intensifikuar hetimet për deputetin e Partisë Demokratike, Flamur Noka, i cili dyshohet për fshehje të pasurisë, pastrim parash dhe shpërdorim të detyrës. Përpos hetimit pasuror, ku Noka dyshohet se ka fshehur një vil në gjirin e Lalësit, deputeti i PD po hetohet për veprimtarinë e paligjshme gjatë kohës kur ishte drejtori i bordit të entit kombëtar të banesave, viti 2008, ku duke përdorur funksionin publik, u dha 4 banesa nga fondi të pastreve në qytetin e Sarandës familjarëve të tij. 2 vëllezërve që jetonin në Belgjik, grua së vëllait dhe motrës që jeton në Kamëz. Mësohet se SPAK ka kërkuar Ministrisë së Brendshme të gjithë praktikën e shpërndarjes së banesave për të pastrehet, gjatë kohës kur Flamur Noka ishte kryetari i bordit të entit kombëtar të banesave. Gjithashtu BKH po heton mënyrën dhe rrethanat se si familjarët e Flamur Nokës u bën pronar të banesave të pastreve, si dhe rolin e Nokës. Sipas burimeve do të pyeten familjarët përfitues të Nokës, antarët e bordit të EKB-s dhe kryetarit të entit në atë kohë. Si u emërua Noka në EKB në vitin 2006, 16 vjet pas nisjes së studimeve. Flamur Noka aktualisht sekretari i përgjithshëm i PD-s. Shkruan se është specializuar si mjek onkolog pranë QSUT, në vend që të punonte si mjek onkolog. Çuditërisht më 31 mars të vitit 2006, Lulzim Basha, në atë kohë ministër i Brendshëm, emëron Flamur Nokën antar të Këshillit Drejtues të entit kombëtar të banesave. Më 30 shtator 2009, Sokol Oldashi, në atë kohë ministër i transporteve, shkarkon Flamur Nokën si antar të Këshillit Drejtues të entit kombëtar të banesave, pasi Noka ishte zgjedhur deputet. Duket se Noka nuk synonte thjesht të merrte një rrogë te enti kombëtar i banesave. Një muaj pasi largohet nga EKB, më 1 nëntor 2009, Flamur Noka përfiton një kredi 50.000 euro me zero interes si i pastre nga enti kombëtar i banesave, duke bler një apartament me sipërfaqe 83.7 m2 në ish blok. 3 vjet më vonë Noka apartamentin që bleu rreth 50.000 euro në ish blok, kati 8, Pallati Vjetër, me kredin si i pastre, e shet për 180.000 euro. Me këto 180.000 euro, Noka blen 260 m2 apartament dhe garazh në zonën më të shtrenjtë të Tiranës, te Liçeni, kur në fakt vlera është 4-5 herë më e lartë, nga manovra me shitjen e apartamentit 83 m2 në katin e 8, duke bler një pasuri me vlerë rreth 1 milion euro. Nokës i tepërën edhe 6.400 euro, pra ka bler me 800 euro metrin katror në zonën më të shtrenjtë të Tiranës, kati i 2, ndërsa ka shitur me 2.000 euro metr katror në një zonë më të lirë, kati i 8. Shtëpia e Mulit te Liçeni, bashkë me garazhin Dopjo, kushton rreth 1 milion euro. Për 3 vite Flamur Noka fal shfrytëzimit të pushtetit. Nga i pastre bëhet me pasuri rreth 1 milion euro. Banesa për familjarët e tij. Flamur Noka nuk ka menduar për t'u pasuruar vetëm vet, duke abuzuar me pushtetin, por edhe familjarët e tij si antar dhe më pas si kryetari i bordit të entit kombëtar të banesave. Kjo është një listë zyrtare me 73 persona, të cilët kanë përfituar banesa si të pastre në Sarandë nga enti kombëtar i banesave. Mes përfituesve rezulton edhe shtetësja Lule Basha, e cila është motra e Flamur Nokës. Lidhja e vetme e zonjës me qytetin e Sarandës duket se është vetëm pozita e vëllait në entin kombëtar të banesave, ent të cilin duket se e ka përdorur për përfitime të paligjshme, personale dhe familjare. Mes përfituesve të apartamenteve në Sarandë nga enti kombëtar i banesave rezultojnë edhe Lulzim dhe Mevlan Noka, të cilët raportohet se janë vëllezërit e Flamur Nokës. Mes përfituesve të banesave është edhe një shtetase belge, Lucinda Faket, e cila raportohet se është bashortja e vëllait të Flamur Nokës. Pikërisht këto fakte të abuzimit me pushtetin për përfitime të kundraligjshme personale familjare po hetohen nga SPAK.